me kalimin e kohës, sidomos duke filluar nga vitet 1940 pas krizës madhe të famshme të depresionit madh të viteve 29-33 që ishte një krizë globale, kemi filluar që të hymë në një epokë të re ku roli i qeverisë është bërë gjithmonë më aktiv. Dhe sot kemi arritur në kushtet kur qeveritë shpenzojnë qeveritë europiane sidomos gati 50% prodhimit brendshëm, pra janë shpenzimet e qeverisë. Çka do të thotë që qeveria dhe sektori privat kanë të njëjtin peshë dhe të njëjtin rol në ekonomi. Në Shqipëri ne po ja afrohemi një kufiri ke gati me buxhetin e vitit 2026, ne pritet që të shpenzojmë gati pothuajse rreth 32% prodhimit brendshëm. Çka na çon në një diskutim të rëndësishëm dhe serioz se sa të rëndësishme apo sa të madh e duam në rolin e qeverisë në shoqërinë tonë. A duhet shkojmë edhe ne tek modeli europian që të shkojmë me një shtet kaq të madh, janë që shteti të zër 50%, apo të jemi një shoqëri që të krijojmë më shumë hapësira për sektorin privat, siç është fjala vjen modeli amerikan, ku roli i shtetit kufizohet në gati 30% shpenzime publike. Pra, para krizës vitit 2008 dhe Covidit, shpenzimet e qeverisë amerikane nuk e kalonin gati 30% prodhimit brendshëm. Kështu ky është një diskutim shumë i rëndësishëm që ne duhet ta bëjmë si shoqëri, sepse përgjithsisht ne gjithmonë presim, çfarë po bën qeveria, buxheti, në fakt, duke pritur nga qeveria ne delegojmë të drejtat tona, delegojmë liritë tona te qeveria. Kështu që ky është një diskutim që mendoj që ne duhet ta bëjmë si shoqëri.